Louise Haley futet në shtëpinë e Big Brother. Shtëpia e Big Brother po përgatitet për një prej momenteve më të pritshme të këtij sezoni. Pas shumë spekulimeve dhe pritjeve, është konfirmuar se Louise Haley, fituesi legjendar i edicionit të dytë të Big Brother VIP, do të futet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri për të surprizuar banorët aktual. Kjo lëvizje nga produksioni vjen vetëm pak ditë pasi Egla Ceno, fituese e edicionit të fundit, vizitoi shtëpinë, duke krijuar një moment befasues dhe emocionues për të gjithë. Tani, pritit janë akoma më të mëdha për ardhin e Louisit, i cili njihet nga publiku si mbreti i Big Brother, për ndikimin e tij të jashtëzakonshëm në historinë e formatit. Louisi, me personalitetin e tij të fortë dhe karizmën e parezistueshme, pritet të sjellë një ndryshim të menjëhershëm në dinamikën e shtëpisë. Ndryshe nga vizitat e zakonshme, prezenca e tij premton të transformojë atmosferën e përgjithshme, duke sjellë energji të re dhe duke ndezur shkëndijë interesimi në të gjithë banorët. Fansat e programit janë veçanërisht emocionuar për këtë ngjarje. Rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe pritje, me shumë ndjekës duke shprehur entuziazmin e tyre për ta parë përsëri Louisin në skenën që ai e dominoi në mënyrë aq mbretëlionse. Hashtagët dedikuar këtij lajmi kanë poshtuar platformat e ndryshme, duke treguar ndikimin e madh që ka Louisi në audiencën e Big Brother. Pritet që Louisi të ndajë me banorët aktual përvojën e tij të pasur, këshilla strategjike dhe mbase edhe disa sekrete të vogla të lojës. Çdo gjest, çdo fjalë dhe çdo ndërveprim i tij do të analizohen me kujdes, jo vetëm nga banorët, por edhe nga publiku i gjerë. Për sa i përket reagimit të banorëve, mund të presim gjithçka, nga emocioni i thellë deri te pikpyetje strategjike. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.